Ne këtu sa rrëjmë fare. Një sekund. Edhe Rama bën namin për vete vetë. Ta them si, është gati ta shes edhe shqiptarën e fundit, sepse ky është mentaliteti mungesës patriotizmit apo patriotizmit. Kur ti kalon testën e KGB-s, ti do kalosh testën e rrezikut jetës. Pra që ti të futesh në punë në KGB, fillosh punë, pra, do të kaluar test që i gati me u vra. Ndryshe s'fut njëri në punë. Hallëm vete. Edhe rasti të zisë një të gjë. Kurse këtu, kur ti thu për Shqipnin, këtu testi është i kundërt, a i shërben të armikut apo jo? Po si shërben armikut, du i zhduku si e për këtë punë. Kështu funksionon këtu. Po kjo bën diferencë. Sot i madhe. Pra të kthejmë këtë pyetje jote për Putinin. Vlla, këta vinë nga hiçi, nga ndërmuar, kanë kapur me këtë, kanë prekur fundin, kanë shku dhe lart. Putini ka pastruar Rusin nga kontrolli i çufëve. Po njerëzit nuk kanë folur kurse që është tema antisemitizm. Çfarë bën Putini? I thoshte oligarkut, ku gjetë lekët? Po ja këtu aty, dëgjoj thjesht. Do i gëzosh ato lekët me kusht. Ti shërbesh vendin tat, do me thënë mua, se unë jam mbreti. Ma kuptove logjikën. Po kush e donte Putinin? Gjithë networku i atyre që sot kontrollojnë Rusinë, në kuptim politik të fjalës. Dhe Putini bëri kapërcimin e madh nga një shtet që varen nga oligarkët në një shtet ku oligarkët varen nga i pari i vendit. Dhe ky hoqi qafe një nga një kandidatët konkurrent që përgjithsisht asnjë s'ta tregon që ishin çufa. Dhe mbi të gjitha që ishte më e rëndësishme, ky i pastroi gjithanej ata që guxonin ngrinin kokë, duke krijuar një sistem totalisht kontrolluar siç e bënte Stalini, por mbi të gjitha duke thënë çufëve, këtu jam unë. Dhe duke mbajtur afër vetes jo vetëm çufa